Partitë opozitare kanë bllokuar edhe të martën hyrjen e objektit të qeverisë. Partia Demokratike e Kosovës dhe Aleanca i rikujtuan Albin Kurtit, kryetarit të vetëvendosjes, se është shkelur kushtetuta. Duke përsëritur se Kurti është deputet uzurpator i institucioneve, opozita i kërkoi të thirret vazhdimi i seancës konstituive të kuvendit. Ne po i themi sot troq Albin Kurti dy gjëra. E para qaj dhe ministrat e tij, të cilët janë në këtë objekt, janë uzurpator dhe duhet ta lirojnë këtë objekt. Dhe e dyta, ata duhet kthehen në kuvend dhe t'i hapin rrugë krijimit të institucioneve të reja të vendit. Shkelsi recidivist i kushtetutës vazhdon të strukët në zyrën e vet. Ai 120 deputetëve të kuvendit Kosovës ja u ka marrë mandatin që ja u ka dhënë populli. Bashkë me opozitën e nivelit qendror, paraçeverisë partnerësitë e tyre me bllokadën institucionale, i shprehën drejtorët dhe asamblestët e komunës së Prishtinës. Një kuvend që nuk funksionon, nuk mund t'i trajtojë siç duhet nevojat e qytetarëve. Nuk mund ta zhvillojë debatin për politikat dhe buxhetet që i duhen komunave. Nuk mund t'i mbajë institucionet përgjegjëse. Prandaj, kur bllokohet kuvendi, nuk bllokohen vetëm deputetët, bllokohet zëri qytetarëve që i kanë zgjedhur ata. Afati kushtetues për konstituimin e kuvendit ka përfunduar më 7 gusht, por procedura nuk është përmbyllur. Kjo për shkak që vetëvendosja ka kërkuar më shumë kohë për arritjen e një marrëveshjeje politike për zgjedhjen e presidentit, për çka po negocion me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Për Top Channel, Leonita Bajrami, Prishtinë.